Po, kam pas rastin e vdekjes gruas në 2019 edhe ajo ka qenë për mundi tronditje. A ke mujt mu martu prap me që? Po. Ma sa ku e more këta 2 vjet? 7 muj. Për arsye se isha 45 vjeç, isha i vetëm në shtëpi, pa fëmijë, prandaj patjetër mu detyru imponu jeta me bo një zgjidhje e kështu. Cilat janë ato fjalë që të kanë bet në kokë gjithmonë për gruas parë, që të kanë ndihmu për jetë? Bukën e ke gati, a ke ngram buk. Cila është gjëja më e vështirë që ka ndodhur në jetë? Se arran kanë mbështet për muret, a quajmë, po ti nuk e dorëzu e ke kalu. Po, kam pas rastin e vdekjes gruas në 2019 edhe ajo ka qenë për mundi tronditje. A ke mujt mu martu prap me që? Po. Ma sa ku e more këta 2 vjet? 7 muj. Ma 7 muj. Po, 6-7 për arsye se isha 45 vjeç, isha i vetëm në shtëpi, pa fëmijë, prandaj patjetër mu detyru imponu jeta me bo një zgjidhje e kështu. Sa ka qenë e vështirë ka qenë për ty, po tregona pak sa tu desht ku me marr veten, me kfill veten pas vdekjes së gruas së parë. Jo, edhe sot dhe kësaj dite nuk kam arrit akoma me përmbajt veten ashtu. Ke mujt sa do pak nështë kjo tuaja e dytë me ta zbutat? Po, patjetër, po gjithherë për çdo sen e kujtoj atë pjesën tjetër, sepse kam pas një pjesë shumë të mirë që kam kalu dhe prandaj edhe s'mundem me harru. A mundet me zonë vendin, gruaja e dytë, vendin e të parës? Po secila ka vendin e vet. E para ka pas vendin e vet, edhe dyta e ka vendin e vet. Kur e more ta dytën, apo të jetë shkëndër, familjar apo diçka? Se pas ke marrë mas 7 muja? I vetëm jam. S'kam pas kënd ta pësi që kam jetu vetëm, ajo ka pas familjen e vet, po. A kanë qenë kontra, keni pas njerëz që kanë kundërshtuar, Jo, që ka ardhur mirë nashta? Jo, në fillim ne vetëm se kemi bisedu, më pastaj kemi ra dakord që jemi përshtatë për. A na tregon cilat janë ato fjalë që të kanë bet në kokë gjithmonë për gruas parë, që të kanë ndihmu për jetë? Bukën e ke gati, a ke ngram buk. Se unë jam prasar, ajo ka pas biznesin e vet, edhe gjithherë në atë kohën kur unë kom kry mësimin, të shku për shkollë, ka ditë orarin, buka është këto, a ka ngër buk, kështu. Po na i fjalë që ty të kanë motivu mos më dorëzu një jetë korë? Çdo herë më ka thonë për çdo sen dush mu boj fort, për çdo, sepse edhe ai ka pas do sfida një jetë, ka qenë e helmuara e vitit 1990, forcat serbe që helmimet që ka ndodhur në atë periudhë, edhe gjithherë ajo ka qenë në atë pikë që dush me qenë gjithherë shtytsa kryesore për jetën e me të. Këto kanë qenë edhe fjalë motivuese që ty të kanë bërë me vazhdu të para. E gjëja më e bukur s'ka të? Gjëja më e bukur që 4 vite kam një djalë edhe një ndryshim tjetës. Djali është me grune, ka qenë me grune para dytën? Me dytën ka qenë. Po, me grune. Kjo ka qenë gjëja më e bukur për ty. Po. Përshkuna pak atë ndjenjen kur u bune prend. Po unë kam pas mundësi me i pa shokët e mi që lindëshin gratë e tyre edhe atë festën e tyre disisi bashke e festonim. Mirë po thosha që edhe mu kur do të më lindin normale, po jo nuk ishtë normale sepse po borejke nga shpirti, po dhe ajo që boron nga shpirti normal që është ma e prekshme, ma e ndishme. Edhe kështu që E pishmën, a jeni pishmën për diçka një jetë? Është së desh me bo, po... Po jo, pishmon çdo gjë njeri që e kalon nëse s'ka pas fortuna tjetës që pesimiste. Unë s'kum pas asi fortuna pesimiste të mdhaja për pas thash që atë tronditje që kisha, jo, kështu që pishman nuk janë, po mendojnë të ardhmen ka me qenë gjithnjë e ma mirë. Është dhe një pyetje për fund. Po ta kish edhe një jetë, a kishe kalu me grune para ditë? Nuk
tu kisha përgjigj këtë pyetje hiç për arsye se që të dyja thash e kanë vendin e vet. Unë jashtëzakonisht mirë kum kalu edhe me të parën, edhe me këtë dytën kaloj jashtëzakonisht mirë, kështu që çka të përgjigjem veç të proj për arsye se mirë kam kalu me atë, mirë kam kalu, po kaloj edhe me këtë, kështu që zbesoj që është mirë edhe të flas më tepër në këtë pyetje. Faleminderit shumë për konceptin. S'ka gjë. Faleminderit, kaloni bukur edhe ju. Tani e blesha një detektor e shish që e blesha tjetrin e shish që s'u pëlqejke. Edhe këtu kom gjetë shumë sene të vjetra, do me thonë që datojnë para 1700 vjetë, kjo e dëshmona se e vjetra është Velekinca. E tash atë kina i metal me vlerë. Ari. Vallohi Ari. Jo me farari. Gjinxhira të 400 euro. Përshëndetje mistemi dhe shikues të shqiptarë që kanë nga Lindi. Sot janë në Gilan. E dim që ka njerëz që kanë shumë pasione dhe të lefar pasioneve. Sot janë të drejtonit cili ka një pasion të veçantë. Është detektuesi metaleve. Po ashtu sot janë te Metal Detektor Kosova. Edhe sot drejtoni ku na ka kallëzuar se çysh ka puna e detektimit metaleve, gjanave tjera. E për më shumë do hajeni me mua dhe pyesim drejtonin. O, përshëndetje. Çfarë kalan? Alo. Mashallah, ku të paske mush detektora këtu. Po tash jemi autorizuar për kompanisë Nokta. Edhe kam drejt shitje Për detektora. për detektora. A ulem shtu pak. E ta mbyllim derën. E pas ke mush që thojnë fund detektora. Dhe zanë që shi. Po më numi. Vallai mirë jo. Fander për juve qartë. Shpër kalan? Mirë. Puna po ka. Ka pak. Ka pak. Ti a vesh. Tash vit sa e kom po hapje në lokalit edhe. Okej. Apo dhe unë përpara kom pas veç hobi. Tani pi hobi do me thonë është shëndru biznes. Biznes. Do me thonë ti për para e dalë vishki detektuna për shatna? Po, kështu do me thonë tani tani e blesha një detektor e shish që e blesha tjetrin e shish që s'u pëlqejke. Tani kur e posh që po shitu, thash pse mos këtu biznes. Biznes edhe kthejve. Drezan, tregoma ke gjetë sene. Kom gjetë shumë sene me vlerë. Edhe këtu nështë kamera ma vonë mundet me i fokusue. Okej. Po mas shumë të që kom gjetë këtë sport është që kom gjetë vetën. Kështu. Tamam. Po. Tregom sa po kushton një detektor lo? Po kemi 275 euro që kushton këtë detektori kush që zi. Unë e villëm detektori shqiptarve. Se është detektor që veç në dezët edhe dhe me thonë punon me to, nuk ka ma shumë diçka filozofik. Me regulluar. Kuto që ka metale, këtë detekton, hekrin e ndonë pi metale me vlerë. Po maksimumi 10.000 mund. 10.000. Po mashallah. Se nuk kam në detektor që apo diçka shumë profesional, po kam detektor për hobi, dhe me thonë që përdorëm për hobi. Okej. Tregom, a ushtirë me punë me detektora për shembull në terren, bord, dimër, ftoft. Po tash dimrit komet pak pa dalë, kismet kena me dalë pak bashk. Po do të qenë terrena? Po kismet. Tregom, vish me detektora apo më naj sen tjetër për shembull kur del na për terren?